do keni një 2 kile kungull, far kungulli, mandatin që vjen. Miq, unara në këtë çështje, se kjo është një çështje themelore. Në qoftë se tjerat që numrova marrin përgjigje flak për flak në 100 ditë, kjo kërkon kohën e vetë. Kjo kërkon punë shumë serioze, shumë të thellë. Kjo kërkon ta nisim që nga lindja, që nga djepi, dhe ne do vendosim dhe do nisim. Ne nuk e lam kur kombin në këtë rrokullim. Ne do nisim nga djepi. Ne do vëmë fëmijës parë 70 euro, për fëmijën e dytë 60 euro, për fëmijën e tretë do paguajmë nga lindja gjerë në moshën 23 vjeçare, po kështu dhe fëmijën e katërt. Nuk ka vetëm një alternativë, ose kombi në moshën e rinisti, ose kombi në katakombet e historisë, po kjo e dyta nuk do ndodhë kurrë. Sot përsëri do ndalem. Rritet me shpejtësi të madhe analfabetizmi. Zero tolerancë në analfabetizmit. Do bëhet gjithçka që si fëmijë të mos metet analfabet. Do bëhet çdo përpjekje që fëmijët të mbarojnë shkollat 11 vjeçare dhe të gjithë pa përjashtim shkollat e mesme. Ne zotohemi se do të konsiderojmë në mënyrë më serioze arsimin e mesëm të detyrueshëm për gjithë fëmijët shqiptarë. Kombet që e kanë bërë këtë, kanë njohur zhvillim, kanë patur përparim. Jo vetëm kaq. Asnjë pengesë, dyert e hapura për universitetet, hiqet mesatarja. Do bëjmë jeta akademike, do rigjallërohet. Pavarësia, autonomia, liria akademike, do rikthehet në universitetet tona. Universiteti dhe shkolla në tërësi do jetë në partneritet të plot me sipërmarrjen. Çdo i ri që diplomohet brenda një viti do ketë punë ose në sektorin publik ose në sektorin privat. Qeveria do paguaj për një vit sigurimet e tij shoqërore. Sipërmarrësit që punësojnë të ri ndën 30 vjeç, në varësi nga numri mund të përfitojnë ulje gjerë në 70% të taksave për punësimin e të rive. Qeveria, shteti do krijojë fondin e sipërmarrjes së të rive. 10 milion euro në vit për start-upet e të rive. Start-up Albania do t'jetë biznesi të rive. 5.000 euro grant për çdo të ri që nis një biznes dhe kredit buta më pas për suksesin e tij. Miq, ose do investojnë për rinin tonë, për të rit tanë, është investim jetik vendimtar për ne, për ndryshe, na pret fati shumë kombeve tjera që është zhdukur në histori, po ne zhdukemi kurrë, raca jo nuk zhduket kurrë. Të rit kanë talentet, do mbështesim çdo talent, do krijojmë një fond të veçantë, fillimisht 5 milion euro,
për të mbështetur se cilin tri në talentin e ti, në letërsi, në piktur, në muzik, në këngë, në sport dhe në fushat tjera. Do bëjmë gjithë shka që ata 600 sa mi që iken, e boshatisën vendin, të rikthehen sa më shumë në Shqipëri. 5 vite pas,